Të dashur shqiptar ka mësuar për fisin i lirë Penestia, për tokën Peneste, që është trirë nga Dardania, Dibra, pjesa Dibrane e Maqedonisë, Dibra e vogël, Peshkopia, dhe shtrihet deri në Thesali. Ky rajon i madh, i jashtëzakonshëm, është quajtur Penestia, me kryeqytet Uskanën. Tani çfarë është kjo fjalë, Penestia? Është në latinisht. Kur u krijua kjo fjalë? Është krijuar mbas vitit 384 para erës sonë. Këtë fjalë e ka krijuar gjeniu i botës helene Aristoteles për të përshkruar shtresat e varfra të Thesalisë. Pastaj, Iliria e gjitha pushtohet nga fiset helene dhe pjesa e Dibrës, pjesa e Maqedonisë, quhet Penestia. E gjitha, deri në Thesali. I gjithë ky rajon. E çdo thot Penestia. Është emër në gjuhën latine. Në gjuhën helene, në gjuhën e Aristotelit, kjo fjalë është Penesteia. Ç'është Penesteia? Është emër abstrakt i shpikur nga Aristoteles, i cili ka lindur në vitin 384 para erës sonë. Është shpikja e tij. Në librin e tij Politika, Aristoteli shpjegon çfarë janë shtresat e varfra. Penesteia. Kjo vjen nga fjala penestes, që është njeri i varfër i cili skllavërohet kur nuk ka mundësi të paguajë borxhet. Shet dhe tokën dhe pastaj bëhet bujkërob në tokën e tij. Se ne mendojmë që bujkërobëria lidhet me mesjetën, por bujkërobëria u shndrua pastaj në skllavëri, kur bujkërobi nuk paguante dot borxhet, e shet dhe tokën dhe punon në tokën e tij, falas vetëm për një copë bukë. Ky është penesti. Vjen nga fjala helene, penes, që do të thotë varfëri, punë. Ponos i thon punës dhe fjala punë në shqip vjen nga ponos, nga greqishtja. Pra ne jemi intigjen, që kemi marrë fjalë greke dhe i kemi bërë fjalë të shqipes. Jemi autokton. Tani, fjala penes është krijuar nga folja penomai, punohem, fjalë për fjalë, punohem në tokën time, lodhem, është folje vetvetore që ekziston vetëm në shqip dhe në gjuhën helene. Dhe është ruetur akoma në shqip dhe në helenisht. Dhe nga kjo folje, penomai, që sot në gjuhën greke shqiptohet penome, ka lindur emri penes, që do të thotë njeri i varfër, punëtor që punon në tokën e tij falas, për skllavopronarin. Dhe nga ky emër penes është krijuar vetëm në gjuhën greke dhe në gjuhën ilire fjala penestes, që është punëtor i varfër që punon në tokën e tij, që ka shitur, por prap nuk i paguan dot borxhet. Dhe numri i shumës është penestai. Kjo prapashtesë, stai në shumës dhe stes në njëjës, krijohet nga emrat që kanë rridhur nga foljet, vetëm në gjuhën greke. Kjo është prapashtesë e të gjitha fiseve ilire, nga Dalmacia dhe deri në Greqi. Të gjithë fiset ilire kanë këtë prapashtesë. Stes. Tani kjo është karakteristikë e fiseve ilire. Në gjuhën greke, fiset kanë vetëm prapashtesën tes. Ilirët kanë prapashtesën stes, që ka ardhur nga penestes. Është një krijim iliro-helen, pra gjuha ilire është mbivendosja e greqishtes mbi vendet e skllavëruara në gadishullin ilirik. Dhe tani, kjo është e sigurt, nuk ekziston fjala penestia
përpara lindjes së Aristotelit, sepse ai e shpiku penestaie si koncept abstrakt i tij, koncept politik, klase nështruar. Pra ilirët nuk janë popull, janë shtres. Janë si dalitët në Indinë e vjetër, tek arianët. Dalitët merreshin me punë më të pista. Punonin tokën, digjnin plehrat, merrnin kovat me mjalt, i hidhnin në lumë, pastronin ndyrësirat, kafshët e ngordura dhe lanin të vdekurit. Nuk kishin të drejtë të kishin varret e tyre, dalitët, edhe ilirët. Nuk ka vare ilirësh. Ka vetëm vare aristokratësh grek në Iliri, por ilirët, penestët, nuk lejoheshin të kishin varret e tyre. Nuk do gjeni kocka ilire dhe mbishkrime ilire, nuk ka. Ka vetëm mbishkrime sklavopronarësh grek në të gjithë territorin e Ilirisë. Dhe këto fise pra me prapashtesën stes, penestes, pirustes, këto fise kanë një prapashtesë greke, sepse gjuha greke humbi vendos mbi gjuhën e fiseve të pushtuara, dhe këtë e kemi vënë re tek Aztekët, që sot flasin spanjisht, gjuhën e pushtuesve. Një lloj si ilirët folën helenisht, gjuhën e pushtuesve, por Aztekët nuk duken si indo-europian fare. Për fat keq, shqiptarët dhe ilirët dhe grekët kanë të njëjtën origjinë, pra nuk dallohemi nga pamja jashtme si popull tjetër, sepse jemi popull me të njëjtën origjinë. Por ilirët janë helenizuar deri në atë pikë sa që shkrimet e tyre, mbishkrimet, kontratat, çdo gjë e kishin në helenisht. Dhe emrat e fiseve ilire janë të gjitha helene, të mbivendosura nga pushtuesit e tyre. Kjo ju ka shpëtuar të gjithëve. Data e krijimit të emrit të Dibranëve, Penestia, dhe jo vetëm të Dibranëve, të gjithë ilirëve, ky quhet fisi më i madh, Penestes, është mbas vitit 384 kur lindi Aristoteli. Para asaj date nuk ekziston koncepti penesteia, që u bën latinisht Penestia. Do thot punëtorët, klasa e nënshtruar. Fis i lirë. Si u ka shpëtuar kjo të gjithëve? E pra, prandaj jam unë që t'ju shpëtoj unë, juve, të gjithëve. A kuptoni apo jo? Ky është roli im, misioni im. Krejt i rastësishëm. Të dashur shqiptar, shikoni në ekran këtë burr të jashtëzakonshëm që ka lindur në Stagira në Greqi dhe vdiq në Kalkis në Greqi. Ka lindur në vitin 384 para erëson dhe vdiq në vitin 322 para erëson. Ky ka shpikur konceptin politik penesteia, nga fjala penestes, punëtor, që ka shitur tokën dhe punon si sklav në tokën e tij. Pra është autokton, por është kthyer në një shtresë e sklavëruar. Pra vëllezërit tanë grek kanë sklavëruar vëllezërit e tyre ilir dhe i kanë bërë që të flasin dialekte helene. Dhe fjala penesteia është bërë penestia. E kuptoni apo jo? Ilirët e kanë marrë këtë fjalë nga Aristotelesi. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Asnjë njeri në botë para kësaj datës së sotme nuk e ka ditur që emri latin penesteia vjen nga greqishtja. Dhe ilirët penest kanë kuptimin sklever në gjuhën greke. Kjo është e tmerrshme. Tani e kuptoni që jo vetëm turbo-albanët, zyrtar janë turbo-alban, që thonë që fjalët e greqishtes vijnë nga fjalët njërokshë të shqipes, por turbo-alban janë të gjithë antarët e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Por pa dashje, nuk e dinin që fjala penestia, emër abstrakt në latinisht, është krijuar nga penesteia,
emër abstrakt në greqisht. Mbas lindjes së Aristotelit, ky emër nuk ekzistonte më përpara. Pra, ne sot mësuam datën e krijimit të këtij emri mbas lindjes së Aristotelit. Dhe tani, kjo fjalë për sklevërit bëhet prapashtesë e të gjitha fisave ilire. Dhe kjo i ka shpëtuar të gjithëve. Të dashur shqiptar, ky fakt i ka shpëtuar Joklit, Pedersenit, Majerit, kokave më të mëdha të gjuhësisë. Tani si ka mundësi që unë t'jem kaq i zgjuar, do thoni ju. Me ndihmën e kompjuterave është shumë e lehtë. Pra Majeri, Pederseni dhe Jokli nuk kishin kompjutera. Ishte e pamundur ky zbulim para shpikjes së kompjuterit. Pra prapashtesa stes në greqisht është një formë alternative e prapashtesës tes. Dhe krijohet nga emrat folor me prapashtesën azo që ndryshon në stes në greqisht. Dhe kjo bëhet prapashtesë e të gjitha fisave ilire. Tani kjo prapashtesë është krijuar në shekullin e 5 para erës sonë, por fjala penestes dhe emrat e fisave të tjera ilire janë krijuar mbas lindjes së Aristotelit. Pra, iliria është pushtuar i gjithë gatishulli ilirik mbas vitit 384 para erës sonë, sepse atëherë lindën prapashtesat e fisave ilire stes. Dhe shikoni, penestai, pirustai është numri shumës i fjalës penestes, pirustes në greqisht. Pra të gjitha emrat e fisave ilire janë grek, e kuptoni apo jo? Dhe emrat e tyre lakohen sipas ligjeve fonetike, morfologjike të greqishtes së lashtë të dashur shqiptar. Ky është shkaku që të gjitha emrat e fisave ilire, emrat e ilirëve, qyteteve ilire, lakohen sipas greqishtes. Janë emra grek. Dhe ky është emri penestes, siç e shikoni, është krijuar nga autorët grek në shekullin e 4 para erës sonë për të cilësuar shtresën e varfër të Thesalisë, dhe nga Thesalia ky emër përhapet në të gjitha fiset ilire, e gjithë Iliria quhet Penestia. Janë shtresa e varfër, pra ilirët nuk janë popull, janë shtresë. Ky është zbulimi më i myndzyrshëm, pra nuk ka popull ilir, do më thënë nuk ka popull shqiptar, sepse populli shqiptar ka lindur mbas rënies së perandorisë romake. Pra nuk ekziston populli ilir, janë shtresë. Janë zezak të bardh. E kuptoni apo jo? Janë sklevër. Nuk janë popull. Penestët. Prandaj emrat e fisave ilire janë grek, qytetet ilire janë greke dhe tekstet ilire janë të gjitha greke. Kemi fjalën penestikos, do të thot si sklav. Peneo, do të thot jem i varfër, është folje, që do thot të varfërohesh. Penes është ai që punon tokën, që merr vetëm një copë bukë për të mos vdekur. Këta njerëz nuk ishin të drejtë të varroseshin. Pra kockat e tyre hidheshin tek plehrat, aty ku hidheshin kockat e qenve, nuk do gjeni kocka ilirësh kurrë dhe asnjë tekst shqiptar, sepse gjuha shqipe me fjalët njërokshe, të shkurtuara nga latinishtja, ka lindur mbas rënies së perandorisë romake në shekullin e 5 të erës sonë. Kjo është origjina e fjalës penestes dhe penesteia. Është shpikje e Aristotelit, siç e shikoni, në veprën e tij politika. Kjo tani sqarohet në fjalor gjerman, sqarohet në fjalorët francez, e gjithë bota e di, përveç strucit në Shqipëri. Shqiptarët e fusin kokën në rërë, ose në fakt e fusin kokën në mjalt, dhe thonë që ne jemi pellazg, me gojën të mbushur me mjalt.
por nuk është mjalt. Është balt, të dashur shqiptar, dhe fjala punë vjen nga greqishtja ponos, ndërkohë që Jokli thotë që punë është fjalë indo-europiane. Jokli e ka gabim. Jokli nuk e dinte që penestët ishin shtresë, nuk ishin popull. Dhe unë këto e kam vendosur sot, në rënjën 1883, nuk e ka ditur njëri para kësaj date, dhe është komplet koncept grek, emër grek i penestëve. Pra, penestae në latinisht është përkthim i penestai në greqisht, është numri shumës i fjalës penestes, dhe koncepti latin penesteia, varfëria, vjen nga greqishtja penesteia, koncept i shpikur nga Aristoteles. Kjo është ngurtësuar në fjalor mbas vitit 2016. Para kësaj date nuk e ka ditur njëri këtë fakt. Për fat mirë, datat janë shumë të rëndësishme. Pra, nuk ishte si ta dinte këtë Jokli, Majri dhe Pederseni, sepse kjo është përcaktuar në vitin 2016 të dashur shqiptar. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, penestes në njëjës dhe penestai, pirustes në njëjës pirustai, janë emra grek abstrakt. Të gjithë emrat e fisëve ilire janë grek, me prapashtesën stes në njëjës penestes, pirustes dhe në shumës stai, penestai, pirustai. Janë në latinisht, po kanë ardhur nga greqishtja, që të gjitha lakohen këto emra sipas ligjeve fonetike të greqishtes. Të gjitha. Por të gjitha emrat e fisëve ilire janë greke. Janë vendosur nga grekët. Ilirët ishin shtres, sklever. Nuk ka patur popull ilir. Ky është zbulimi më i mëndyrshëm. Pra, iliria është shprehje gjeografike e fisëve helene që sundonin nga dishullin ilirik. Nuk ka popull ilir. Ka sklever të helenëve, që u çliruan nga romakët, dhe mbas rënies së Romës u krijua populli shqiptar. Ngjashmëria është populli spanjoll, që u krijua nga përzierja e keltëve me pushtuesit romak. Dhe doli gjuha spanjolle, bi e latinishtes. Edhe shqipja sillet si bi e latinishtes, komplet. Ka fjalë të trashëguara shumë pak me kokra, nga kjo shtresa ilire e skllavëruar. Pra nuk ka patur shtete ilire, por shtete greke në Iliri. Qytet shtete greke në Iliri. Prandaj emrat e perandorëve ilir janë grek që të gjitha, nga fillimi në fund, dhe ata flisnin greqisht, një lloj si aztekët në Meksik flasin sot spanjisht. Sklevrit flasin gjuhën e pushtuesit. Pra, ilirët janë aztekët e Europës. Nuk ka popull ilir, është shtres, që ka folur gjuhën e pushtuesit. Gjuha shqipe ka lindur mbas rrëzimit të perandorisë romake. E kuptoni se sa tragjike është kjo apo jo? Rreziku më i madh për popullin ilir, shtres, ka qenë dhe mbetet që në lashtësi dhe deri në ditët ku po bëjmë këtë film sot dhe gjithmonë në të ardhmen, rreziku më i madh i shqiptarëve është kultura helene. Nuk janë krijuar fjalët greke nga fjalët njërokshë të shqipes, por të gjithë emrat ilir, të gjithë fjalët e ilirëve janë krijuar nga gjuha e pushtuesit. Ne nuk e dim çfarë gjuhe kanë folur ilirët, është zhdukur, një lloj siç nuk e dim çfarë gjuhe kanë folur aztekët, është zhdukur. Aztekët flasin spanjisht, ilirët flasin helenisht, gjuhën e pushtuesit. A kuptoni apo jo? Ne jemi bijt e skleverëve, shqiptarët. Di branët
janë bijtë e penestëve. Nuk ka patur Dibran në Dibër. Dibra është krijuar si emër mbas pushtimit slav. Nuk ka popull Dibran. Maqedonët flisnin greqisht të gjithë. Pra, Maqedonia e sotme është e krijuar nga shtresa e sklavëruar e ilirëve dhe pushtuesit e rinj slav, që erdhën në shekullin e 6 e rëson. Maqedonët e lashtë kanë folur greqisht të gjithë. E dokumentuar kjo me fakte, gjuha maqedone është një variant, një dialekt grek të dashur shqiptar. Dhe Aleksandri Madh nuk ishte shqiptar se s'kishte lindur akoma populli i sklavëruar shqiptar. Nuk ishte çliruar akoma nga Greqia dhe pastaj nga Roma. Dhe pastaj nga slavët, dhe pastaj nga turqit. Pra, në fakt, kombi shqiptar ka lindur në shekullin e 20, por nuk kam dashur t'ju a them të vërtetën, sepse gjuha shqipe ka ndryshuar shumë dhe nga gjuha turke. Kjo është arsyeja që ne nuk e kuptojmë gjuhën arbëreshe fare. As arbëreshet ne nuk na kuptojnë. Është gjuhë tjetër, gjuha arbëreshe, nuk është gjuhë shqipe. Kemi disa fjalë të përbashkëta, të dashur shqiptar. Gjuha shqipe është influencuar nga gjuha turke thellësisht. Pra populli shqiptar ka lindur mbas çlirimit nga Turqia. Kjo është gjuha shqipe e sotme. Ju faleminderit, të dashur Pellazg, sklever të Helenëve. Pra nuk ka Dibran, nuk ekziston koncepti Dibran, nuk ishte Dibran, të gjithë ishin penest. Pra të gjithë antarët e akademisë, pa dashje, janë turbo-alban. Që do thonë ata që ne kemi qenë sklever, kush e thot? Asnjëri, por unë ju them të vërtetën. Mirupafshim.